Javë humori, hidhe prit Luli me Ramën, turret Berisha nga spaku për t'i vënë vulën. Listat për deputet të cilat sapo kanë dalë janë si të thuash edhe një merkato për t'u shkëputur nga partia opozitare tek ajo qeveritare. Tani pas Lulit që po kërkonte Ramën se nuk i rrihej pa e thumbuar, si dikur një personazh i dëgjuar në Tiranë me emrin Shaban Qosja. Shabani i gjatë në punë të vet si shitës pranë një barake frutaperimesh në rrugën e Kavajës, pranë kishës katolike, ngacmonte me humor Tiranë si shindjeri futbollisti i 17 nëntorit, mjeshtri Perekli Dhales. Kur nuk e ngacmonte njëri, Shabani fillonte vetë me thumba ndaj sportistëve si Lul Basha, që ka humor të stilit të Shabanit. Rama mbaroi shpejt punë me Lulin me batutën "po ku je ore Luli se na thave syt". Të futet në mes doktori me batut për xhepistin e autobusëve, se në fakt si i vjetër në Tiranë mban mend mirë xhepistët, se kur e kujton ku e kishte shtëpinë e parë që i pa dhënë partia atij vendi, i thoshin aty ku ndanin lekët hajdutët tek shkolla 8-vjeçare Bajram Curri. Humorin e ngre më tej Rama me ish deputetin demokrat që ka rënë në dashuri me idet socialiste të rilindjes. Deri më sot këto eksperimente me merkaton e deputetëve kanë qenë normale. Filloi me 26 majin e 96-s me mjekun nga Librazhdi Sali Rexhepi, i cili me që ishte i vetmi që theu vendimin e hyri në parlamentin e bojkotuar nga socialistët, u stigmatizua atëherë nga të vetët si tradhtari i gjëmbërës dhe e kaloi ylberin kaf kthyer si demokratëve Kastriot Islami, i cili pasi ishte kërcënuar me jetë nga regjimi i Berishës, u arratis drejt Gjermanisë dhe siç thuhet rëndom, kur mos thuaj kurr ose mos e beso po desha. U rreshtua në krah të PD-s si një çlirim nga inati që kishte me Edi Ramën. Kjo situatë groteske pa dashje lëshie tek elektorati i gri ose i pavendosur, por më keq akoma rrit numrin e votuesve që abstenojnë. Jo vetëm që nuk është serioze se i humbet shpresat elektoratit, por e ul aq poshtë fjalën politike, saqë nuk ja vlen të kristalizosh iden se kush është opozita dhe kush pozita. As që ka një qëndrim në vazhdimsi nga strukturat partijake të cilat bëjnë një jetë aktive. Nuk funksionon asnjë shkollë trajnimi si model për të përgatitur politikanët e së ardhmes. Një vëzhgim i drejt për drejt nga mediat në ditët në vazhdim, jam i bindur se do të na i shtoj dozat e humorit nga kryetarët e partive të cilët me listat për deputet as që duan t'ja dinë për kërkënd. Në forumet e partisë janë vetali dhe vetkadi. Tradhtar është fjala e madhe t'i quash ca e ca njerëz që kalojnë sa nga një parti në tjetrën. Të penduar është gjunase, këta kanë qenë qysh në djep të lindur pragmatist dhe shkojnë aty ku i leverdis. Frika cak apo jo, po kush ja ka ngrënë që ti kërcënojnë këta dje me vajza këto farsokoli? Zgjedhjet e 11 majit janë një formalitet i zakonshëm dhe ustallarët duket se i kanë mbaruar pazaret, mirë populli. Ndarja mes pozitos dhe opozitës është aq e ngushtë sa edhe 29 nëntori, dita kur u largua Gjermani i fundit, data që i mbante skalionet politike në luftë për jetë vdekje, tashmë është pranuar edhe nga ballistët si Alban Zeneli apo Halit Valteri. Kjo po që është arritje politike e qeverisë dhe ka ndikim ose impakt në çështjen e pajtimit kombëtar. Ndonse ballistët e vjetër në kohën e luftës ndonjëherë kur i kërkonin besën ndonjë shqiptari, kishte qelluar që ai shqiptaru kishte dhënë besën edhe partizanëve. E zgjidhte shqiptari me besë duke e strehuar njëri në katin e parë, tjetri në katin e dytë. Mos me thënë si trim, i detyronte të dyja palët të hanin e të pinin dhe pasi i kishte dendur me raki, u kishte vënë shtroje për të fjetur bashkë, se fundja bi nëna shqiptare ishin, kur gdhinte dita se cili shkonte në punë të vetë. Të tilla arritje u ahoqën nga dora një ballist fort dy partive balliste me histori nga më të vjetrat, të cilat për nga platforma politike janë socialdemokrate e ja që e ka gjetur me intuit zoti Rama pikën ku i bashkon socialistët me ballistët.